Pashtu thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, kush e thot subhanallahi al-azim wa bihamdihi, thot kush e thot këtë fjalë e ka mbjell një palmë në xhennet. E dini sa është palma e xhennetit? Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam 100 vjet me hec, me kali, s'mundesh me i dal në çosh hijes së palmës. Në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam ka qenë një baçe, edhe midis baçës, gjysma e baçës ka qenë një sahabiut, gjysma ka qenë një tjetër. Po midis hududit ka dalë një palmë me hurma. Edhe ki thot është e jemja, ki kushia thot është e jemja. Edhe shkojnë në kohën te pejgamberi alayhis salatu wasalam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kush jep njëri tjetrit, po thot kush e fal, çket palmën, njëri tjetrit ja jep, Allahu ka më dhënë një palmë në xhennet. Ki njëri thot as njëri s'jep. Thot jo palma ime, kjo tjetri thot është palma ime. Derisa Abu Dahdaja radiallahu anhu, një sahabi, kur e merr vesh e ka pas një baçe në Medinë me 600 palma, me 600 hurma. Me 600 drumë me hurma. Kur e nin fjalën e pejgamberit alayhis salatu wasalam se kush e jep sadaka, që ka me pas një palmë xhennet, që ajo palma me kal me hec sa 100 vjet s'mundesh me e kalu, edhe shkon këtij njonit prej kushive thot, apo don çat hurmën teme me ta dhon me 600 palma, që i falja kushistan që ai ta boja hududin si duhet. Ai gëzohet thot, ai kin parlament këtë punë, ajo, ai mos i të boshok. Jo thot, e kam parlament. Po duhen me t'i dhon çat baçën teme, me qatë shpijen teme, edhe plus 600 palma me të adhon ty, sepse e kam një pejgamberin alayhis salatu wassalam, se thot kush e jep një palmë në dynjë, Allahu ka më adhon një palmë në xhennet. Edhe kjo e merr atë palmën, e merr atë shkon te thot po e ban dakon. Me shku me marr këtë atë baçën e Abu Dahdas. Shkon Abu Dahdaja, edhe te e shef gruën e veten te baçja. Thot o Umu Dahda, o nana e Dahdas. Thot del nga baça sepse ja kom shit Allahu xhaleshanu. Këtë baçe thot ja kom shit Zoti tem. Umu Dahdaja thot lum ti çfarë tregti e ke bo në dunjë. Se ke bo tregti me Allahun xhaleshanu. Muslimane e sinqert e ka ditë se e ka dhënë sadaka krejt. Dele Umu Dahdaja, fëmijët e saj i kanë pas do hurma ndo, që i kanë put për mi hongër, i merë nona e saj, baba e vetë, i merë edhe i gjunë, thot, këto hurma nuk janë tonat, sepse këto hurma janë të Allahu xhaleshanu. Edhe i shkon kujshis, thot, baqa jeme të koft, ti jepi atash kujshis edhe në të boje udutnin si duhet. Shikoni, një palmë, Abu Dahdaja 600 palma, i ka dhonë për një palmë në xhennet. E ti sot Allah ta mundson ty vetëm me thonë subhanallahu al-azim, subhanallahu wa bihamdihi. Subhanallahu al-azim wa bihamdihi. Nëse e thu këtë duan, e kije një palmë në xhennet ditën e Kiametit.